Ishim 3 shok që vizituam një shtëpi muze në Gjirokastër. E njohur, e vjetër, me objekte antike. E kishim marrë me qira për një natë, për të bërë video për rrjetet sociale. Në mbrëmje, bëm një selfie pranë oxhakut të dhomës kryesore. E bëm për të pasur kujtim. Pastaj vazhduam natën si zakonisht. Kur pam foton më vonë, u ngrim. Në të ishim 4. Pranë shpatullës sime, një figurë e një gruaje me flokë të gjata, me një fytyrë të zbejtë dhe sy të errët, po na shikonte. Askush nuk ishte pas nesh. Dera që dalloi mbrapa ishte e mbyllur. Por në foto ishte hapur. Dhe ajo grua rrinte në prag, si e ftuar pa ftesë. Kur ua treguam vendasve foton, një grua e moshuar tha vetëm kaq. Ajo është gjithmonë aty. Por vetëm pak njerëz e fotografojnë. E fshim foton. Por të nesërmen, në galerinë e telefonit ajo ishte kthyer. Vetëm ajo. E prerë nga pjesa tjetër. Dhe fytyra ishte më e afërt se më parë. A do ta ruaj një foto ku shfaqet dikush që nuk ishte aty? Na trego në komente dhe kliko abonohu për më shumë histori të vërteta, të frikshme dhe të pashpjegueshme.